Përshëndetje shikues të Eglan Kosovës. Një lëvizje që kur nuk ka ndryshuar bindjen e saj. Edhe kur ka qenë pjesë e ushtrisë ligjtare të Kosovës, edhe pjesë e ilegalitetit, edhe pjesë e pas luftës, por edhe pas pavarësisë së Kosovës së 17 shkurtit. Ajo krejt këtë është si problem tranzicioni dhe bashkimi kombëtar është si rrugë të vetme dhe rrugë zhvillimit dhe rrugë politike e cila realisht e forcon kombin e saj, ose kombin shqiptar. Duket ndonjëherë e paralizueshme, duket që dikur ka qenë një ëndër e të gjithëve, por në vitet e 90-ta u shndrua si diçka kompromisi, pavarësia e Kosovës. Avnik Lënako dhe gjithë ata sorta e tij, nëse mund të themi, nuk kanë ndryshuar bindjen. Sot edhe kur nuk ndryshojnë se bashkimi kombëtar është rruga më reale dhe më vetme. Ata edhe në parlamentin e Kosovës kanë dalë me të njëjtin qëndrim. Avnik Lënako, mirë se erdhe. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. U mundova të përshkruaj bindjet e juaja, edhe pse jeni në qetësinë e juaj gjithmonë, nuk jeni të zhurmshëm dhe nuk bartni me vete, të themi kështu, zhurmë për bashkimin, por jeni konsekuent. Pse jeni konsekuent gjithmonë? Besoj që kjo konsekuencë buron nga e drejta e popullit shqiptar për të bashkuar në një shtet, në rregullimin e padrejtësive shekullore që janë bërë këtij populli, si dhe në analizat e brendshme që i bëjnë si situatës ndërkombëtare, po ashtu edhe të situatës brendshme kombëtare. Ai i dhëruar nga miqtë tuaj që kanë ikur ndaj këtij ideali që te ke përfaqësuar ose ju e keni përfaqësuar prej kaq vitesh. Për arsye se shumica e njerëzve që janë politik kanë pas idealin tuaj. Tani i hidhruar s'mund të them, po përçë s'na është dukur çudi na është dukur, njerëz të cilët edhe si personalitete edhe si organizat kemi shpresuar shumë, por ata tani janë kufizuar në kërkesën për pavarësi të Kosovës, e cila domosdo sjell edhe pasoja tjera brenda kombit, po që se vazhdoi gjatë. Po të hidhruar sinqerisht ju themi jo, ajo është në natyrën e çdo personi, personaliteti të vazhdojë apo të vazhdojë të shkojë apo të mos shkojë. A mendoni që ka mund të jetë ndryshe? Ne mendojmë se ka mundur parasysh rrethonat gjeopolitike dhe rrethonat. Apo edhe miqtë tuaj të cilët tash janë politik e kanë edhe këto si koncept tranzicioni. Ne mendojmë se ka mundur të jetë ndryshe dhe faji kryesor pse nuk ka ndodhur ndryshe është tek organizimi jonë. Ne si organizat atëhershme Lëvizja Kombëtare për Çliриmin e Kosovës, kemi pas bindjen që po që se organizuam mirë si këmbë gjeopolitikën, siç po e thoni, apo politikën ndërkombëtare apo rrethonat ndërkombëtare kemi pas në favor të bashkimit. Mirë po për fatkeq ne nuk jemi organizuar mirë dhe si duhet dhe rezultatin e kemi në përputhje me organizimin tonë. Për herë të parë dilni nga ajo që quhet lëvizje një herë ilegale, pastaj lëvizje e cila është jashta institucione, për herë të parë një institucion. Do ballafaqoni me njerëzit që dikur keni qenë bashkë, si do i bindni ata që ta ndryshojnë mendjen. Kur kanë obligime ndaj bashkisë kombëtare, i kanë negociatat, kanë gjëra të cilat ju nuk i trajtoni si tradhtar, po si devijues të rrugës. Si do ta ndërtoni karshi këtyre proceseve dhe karshi miqve tuaj problemin për bashkimin? Tani në çështjen e bashkimit kombëtar apo realizimit të qëllimit të parë të programit tonë nuk e shohëm të lidhur ngushtë me persona të caktuara apo personalitete të caktuara. Ne këtë punë konkret që po e bëjmë është punë përgatitjes së masave të gjëra qytetarëve për këtë çështje dhe objektivi jon kryesor nuk është tek ata njerëz, po është tek qytetarët. Dhe derisa do të jemi në kuvend me ata njerëz, sinqerisht ju them, mundësia e bashkëpunimit akoma ekziston. Pse njerëzit në një periudhë të caktuar, në qoftë se guxojmë të themi nuk kanë rezistuar apo nuk kanë qëndruar si duhet, nuk mendoj se duhet t'i hedhim, mendoj se duhet të kursin për pavarësi e kanë mbajtur Kogja fort. Shumë mirë, kursi për pavarësi i ndihmon këtij procesi për cilin ne jemi angazhuar gjithmonë dhe do të angazhohemi, konsiderojmë si një hap dhe ai hap është shumë mirë që është bërë, sepse spaku një shkëputje juridike nga Serbia ka ndodhur dhe çështjen e bashkimit e ka ofruar. Tani me ata njerëz prapë ju them, mund të bashkëpunojmë, ndoshta do të ecemi edhe në një pjesë të rrugës bashkë, ndoshta nuk do të ecemi bashkë, po objektivi jonë nuk janë ata njerëz, po janë qytetarët. Janë qytetarët. Mirë, atëherë e bëra këtë hyrje për arsye se
ju jeni një ndër të parë, të cilët keni reaguar se jeni kundër dialogut. Ose kundër bisedave teknike se quajnë në një gjumë të zbutur. Pse mendoni që janë 4 çështja që japin përparësi tezës dhe janë kundër tezës tuaj? Keni qenë kundër në një farë mënyrë, kanë qenë kundër Rambujës, Rambuje ka sjellë në një mënyrë një sukses. Keni qenë kundër Vjenës, Vjena megjithatë e ka sjell 17 shkurtin. Tash jeni kundër bisedave teknike për të rrumbullaksuar sovranitetin në plot. A mendoni që ky lloj presioni i bën mirë procesit apo i bën keq lëvizjes për bashkim? Keni ngjallur një temë mjaft interesante, do të kisha dashur të elaboroj pak më gjatë. Vërtet është që lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës ka qenë kundër Rambujës. E vërteta tjetër është që në analizat e mëdhenshme që i kemi bërë, sidomos me insistimin tim, ne kemi ndryshuar këtë kuptim. Ne kemi gabuar atëherë kur kemi thënë se duhet të jemi kundër Rambujës. Rambujeja ka qenë rezultat i atij organizimi dopt, siç ju thash më parë. Apo keni pas frikë për Rambujës më shumë? Më shumë ka qenë frikë se sa bindje se do t'jeni kundër. Tani ju po më vendosni një pozitë vështirë, duhet ju them që për Rambujen unë nuk kam mundur të deklarohem sepse kam qenë në burg. Po e di, jo po mendoj lëvizja si organizat politike, edhe tash t'ju them, prandaj po them, po më gushtoni se t'ju them që nga fillimi kam ditë që po bëhet ai gabim, po nuk kam mund të komunikoj me ish organizatën. Domethënë ju bindje personale keni pasur duhet shkohet Rambujë. Si bindje personale po ju them se rezultati i Rambujës ka qenë në përputhje me organizimin tonë dhe me si rezultat i asaj çka kemi punu. Me çka nuk jam pajtuar në Rambujë, ka qenë deklaratat e nënshkruesve të Rambujës, të cilët kanë deklaruar se me këtë u fitu liria. Kjo nuk është dashur. Me këto ata kanë gënjur popullsinë. Është dashur t'ju thuhet që na po ne shkruajmë një dokument, e dim që është jo maksimumi i kërkesave tona, në mënyrë që masa të jetë akoma e mobilizuar rreth kërkesës finale. Mirë po ata kanë gënjur thjesht popullin, po që të nënshkruhet, ajo është dashur të nënshkruhet domosdoshmë. Kjo sa i përket Rambujës. Sa i përket bisedimeve të Vjenës, prap duhet të sqaroj një çështje se LKÇK-ja atëherë pothuajse s'ka ekzistuar. Po, e qartë. Lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës, pikërisht atë pjesën e tranzicionit që ju po e potencioni nga ilegale në ilegale ka kaluar me vështirësi të mëdha, me thyrje të mëdha, sepse edhe mendoj që nuk është e lehtë të kalohet nga një metodë luftës ilegale. Një pjesë kësa ilegale ka kalu në institucione, kanë kalu në parti politike. Jo vetëm ajo, një kohë gjatë lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës është hamendsu me institucione pa institucione. Ti pranojmë institucionet, të mos i pranojmë institucionet. Ti pranojmë bisedimet, të mos i pranojmë bisedimet. Tash do të kthehem te lëvizja për bashkim. Ndoshta është rezultat i krejt këtyre thyrjeve të brendshme lindja e lëvizjes për bashkim. Nuk është e saktë që thatë pak më parë që lëvizja për bashkim është kundër dialogut me Serbinë. Madje jo, nuk thash kundër dialogut. Thash jeni kundër fillimit të procesit në këtë moment. Edhe për këtë moment nuk mund të them që jemi kundër. Them jemi kundër mënyrës se si po e fillon qeveria e Kosovës dialogun. Qeveria e Kosovës dialogun është duke e filluar e vetmuar, madje pa partnerin e koalicionit, pa diskutime me subjekte tjera politike, pa një konsenzus shoqëror, pa diskutime në kuvend. Do të thotë në një farë forme po e fillon një parti politike, madje me dyshimet që edhe ajo nuk është unike në këtë çështje. Vrehen diferencat në mes të kreut të PDK-s dhe njerëzve që janë... Që është kryetari i kuvendit e... Si që është kryetari i kuvendit apo dhe personalitetet e tjera. Dhe fiton përshtypjen njeriu që këto po bëhen për shkak të një njeriu. Mirë, a mendoni që një njeri i cili realisht ka qenë udhëhesi 3 bisedave, ose qoftë në Rambujë, qoftë në Vjenë, qoftë edhe gjatë procesit të pavarësisë, mund të bëj gabim gjatë këtij procesi, apo ju e kërkoni një konsenzus për të filluar një gjë për biseda teknike? E kaluara njeriu të vërtet duhet të shërbej për të bërë hapat e ardhshëm, por ajo nuk është garanci që do të shkojë. Domethënë, ju keni pak dyshim na shim faqe. Jo pak, në këtë drejtim kemi shumë. Mënyra, po ju them, mas pari mënyra me anë të cilave ka filluar këto biseda. A njëni ashim thaqen që një kohë gjatë? Po, na e njohim që nga periudha e ilegalitetit. Faktikisht ai ka qenë fëmijë. Ne e njohim që atëherë. Po, domethënë prej veprimeve në lëvizjen popullore të Republikës Kosovës e deri në luftë. Realisht un jam një ndër të vetmit, mos them i vetmi që kam shkruar publikisht, më fal për këtë modestin, që kam thënë që lëvizja popullore e Kosovës e ka ndërtuar konceptin e luftës
e ka bërë luftën edhe ka kriju kushtet për luftë edhe konceptin qlirimtar bashkë me popullin e Kosovës. Nuk janë partitë politike ato që kanë bërë. Këtë disa nuk ma pranojnë, po kjo është e vërteta. A mendoni që si pjesë e këtij legaliteti, ju mendoni që njerëzit tuaj mund të dështojnë në procesin e pavarësimit plot, ose në procesin qeveriu të mbetet pjesë e Kosovës, mund të dështojnë atë pjesë? Mund dështojnë, çdo ngjarje ndodh në rrethona caktuara dhe në kohë caktuar. Dhe në këto rrethona, kryeministri aktual, Hashim Thaçi, i cili vërtet ka qenë bartës i disa ngjarjeve të rëndësishme historike të popullit shqiptar, edhe atëherë, edhe qysh atëherë divergjenca ka pas shumë lloje me ne, divergjenca me lëvizjen kombëtare për çlimin e Kosovës, pikërisht në mënyrën e organizimit të kësaj lufte. Dhe rezultatet kanë ardhur ashtu siç ne ju kemi deklaruar qysh atëherë. Ju nuk jeni të kënaqur me rezultatet? Rezultatet e luftës nuk jemi të kënaqur, me rezultatet e bisedimeve nuk jemi të kënaqur. Do të kisha sqaruar edhe një çështje që na met puna e Vjenës. Puna e Vjenës, lëvizja për bashkim, është e para organizatë politike që me një herë pavarësinë e Kosovës të dalë si rezultati i Vjenës e ka pranuar dhe ka deklaruar se është bërë shumë mirë dhe ka uru popullin shqiptar për këtë. Keni thënë që kjo keni thënë që nuk ka përfunduar procesi. Procesi s'ka përfunduar. Procesi nuk përfundoi. Proceset ecin, lëvizin si çdo gjë dialektike. Dhe keni thënë që ne përkrahim këtë që ka ndodhur pavarësinë dhe e konsiderojmë si tranzicion, si shkputje juridike dhe qëllimi jonë është bashkimi prap. Aty mbetemi. Dhe këtë qëllim, në qoftë se gjatë fazës ilegalitetit dhe sa ka qenë lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës dhe derisa ka qenë kryengritja si opcion i çlirimit, e kemi quajtur si një proces akt, do të thotë duhet kryhet për një herë. Krejt bashkimi kombëtar në të gjitha trojet shqiptare ku popullsia shumica shqiptare dhe e ka drejtën e vetëvendosjes duhet kryhet për një herë. Mirë po, që nga ardha e faktorëve ndërkombëtar këtu, sidomos e NATO-s, ne në këtë qëndrim e kena ndryshuar, dhe me thonë në përputhje me rrethonat, kemi ardhur në konkluzione treja. Dhe themi që bashkimi kombëtar tani duhet kryhet si proces. Mirë. Dhe tash, a nuk mendoni që bashkimi kombëtar si proces është pikërisht edhe me procesin e këtyre bisedave për shkputje totale juridike me Serbinë? Plotësisht. A do të ishit pjesë e grupit e dialogut me Serbinë? A do të ishit realisht po t'ju t'ishit ftuar, a do t'ishit të pranishëm në grupin që udhëheq zonja Elita Tahiri? Tani, në qoftë se kjo çështje kalon nëpër kuvend, në qoftë se fitohet konsenzusi shoqëror për këtë çështje dhe ekipi formohet nga kuvendi, pasi që të na vjen një ftesë, pasi që ta njoftohemi me agjendën, pasi që ta miratojmë një platformë politike, pse jo? Por, në qoftë se kjo vazhdon siç ka filluar, ne do të jemi në asnjë mënyrë pjesë, madje do të jemi kundër. Edhe pse nuk jemi kundër bisedimeve. Sepse ne mendojmë që bisedimet në qoftë se janë një herë të nevojshme për Serbinë, për popullin shqiptar të Kosovës janë 3 herë të nevojshme. Edhe këto po numëroj. Kjo është interesant. Kjo çështje është interesante, janë 3 herë të nevojshme. Po. Serbia interesin më të madh që ka në këtë drejtim është shkurja drejt Evropës. Ndërsa populli shqiptar ka 3 interese në këtë drejtim. E para, për shkak të moszgjidhjes çështjes shqiptaro-serbe, do të thotë për shkak të pjesës së mbetur pas shpalljes pavarësisë të pazgjidhur në mes të shqiptarëve dhe serbëve, që është Presheva, Bujanoci, Medvegja dhe Leposavići, Zubin Putoku dhe Zveçani, ne jemi në një farë forme pengi më kësaj moszgjedhje dhe kemi një moszhvillim ekonomik dhe një gjendje të rëndë sociale. Është një. 2, në aspektin kombëtar. Qyteti i Mitrovicës është qytet i spastruar etnikisht. Mbi 10.000 shqiptar edhe sot e kësaj dite nuk kanë qasjen pronat e tyre. Pastaj, Bujanovci vazhdon të shpërngullet si rrjedhoj e presionit. Çka nëse serbët do të thonin, mirë zoti Klinaku, do të ishit pjesë e delegacionit, që po është e vërtet që 10.000 serb janë 10.000 shqiptar janë shpërngulur nga pjesa e veriut, por ka edhe plot serb që janë shpjeguar nga qendra e Kosovës. Cili do të ishte pozicioni juaj? Ju lutem të mos e harroj triat, po kjo është e thjeshtë. Edhe faktori ndërkombëtar, edhe ne vazhdimisht po përpiqemi që të kthehen serbët edhe në vatrat e veta. Po një koncert kthehen edhe shqiptarët. Se 10 vjet ky proces nuk po ndodh. Që 10 vjet ne edhe kemi zonë kombët e bashkuara dhe kurrë asnjëherë nuk është thonë që ai qytet është spastruar etnikisht dhe njerëzit duhet kthehen pronat veta. Kjo është e drejta elementare madje edhe njerëzore, që njerëzit të kenë çështjen pronat veta. Mirë, vazhdojmë tutje.